Horoskopi, datë 8 dhjetor 2025. Dashi, sot energjia jote është e lartë dhe ke një dëshirë të fortë për të marrë iniciativën në gjithçka që bën. Mund të ndihesh sikur disa njerëz edhe rreth teje po lëvizin shumë ngadalë krahasuar me ritmin tënd, por përpiqu të mos humbasësh durimin. Në aspektin personal, kjo ditë të inkurajon të komunikosh më hapur dhe të mos mbash brenda gjëra që të shqetësojnë. Një bisedë e sinqertë mund të sqarojë disa keqkuptime që të kanë rënduar shumë kohët e fundit. Në shkollë apo punë, projekte personale dhe idetë tuaja janë më të freskëta dhe mund t'ju sjellin vëmendje pozitive. Ki kujdes vetëm të mos ngarkohesh me shumë detyra njëherësh, edhe pse të pëlqen të jesh i pari, është më mirë të përqendrohesh në cilësi sesa në sasi. Mbrëmja të sjell qetësi dhe një mundësi të mirë për të marrë me diçka që të pëlqen vërtet, qoftë sport, muzikë apo një hobi tjetër që të çliron mendjen. Demi, sot ke nevojë për stabilitet dhe qartësi, por dita mund të fillojë me pak hezitim ose pasiguri. Mos u shqetëso. Me kalimin e orëve gjithçka fillon të stabilizohet. Në marrëdhëniet me njerëzit mund të jesh pak më i ndjeshëm ndaj komenteve apo kritikave. Është e rëndësishme të kuptosh se jo çdo gjë ka për qëllim të lëndojë. Disa komente mund të jenë të dobishme për të parë gjërat nga një kënd tjetër. Në aspektin praktik, dita është shumë e favorshme për të organizuar detyra, për të planifikuar diçka afatgjatë ose për të vënë rregull në gjërat që i ke lënë pas dore. Energjia financiare gjithashtu është pozitive, duke të sjellë mundësi të vogla kursimi ose përfitimi. Mbrëmja është koha ideale për të kaluar çaste komode me njerëz të afërt ose për të fokusuar në një aktivitet që të jep qetësi emocionale. Binjakët, sot mendja jote është shumë e gjallë, plot ide dhe energji komunikimi. Mund të kesh disa biseda të papritura që sjellin lajme të mira ose hapin mundësi që nuk i kishe menduar. Në shkollë apo projekte personale, kreativiteti yt është i lartë dhe mund të gjesh zgjidhje të zgjuara për problemet që të tjerët i shohin të ndërlikuara. Megjithatë, sot mund të kesh vështirësi të përqendrohesh për periudha të gjata. Përpiqu të ndash detyrat në pjesë më të vogla për t'i menaxhuar më lehtë. Në marrëdhëniet me miqt, dita është shumë pozitive. Dikush mund të të mbështesë, të të frymëzojë ose të të ndihmojë me një këshill të sinqertë. Mbrëmja sjell energji të këndshme për socializim, biseda interesante ose planifikimi desh të reja. Gaforja. Emocionet sot janë të thella, por të qëndrueshme. Mund të ndihesh më i lidhur me familjen ose njerëzit që të japin ndjenjën e sigurisë. Një kujtim ose situatë e mëparshme mund të rikthehet në mendjen tënde, por këtë herë duhet ta shohësh me qetësi dhe me më shumë pjekuri. Në aspektin profesional, dita është e mirë për të mbaruar detyra që kërkojnë përkushtim dhe detaje. Intuita jote është e fortë, ndaj bën mirë ta dëgjosh. Mund të udhëheqësh drejt vendimeve të mira. Në marrëdhëniet shoqërore, mund të kuptosh më mirë se çfarë pret nga të tjerët dhe çfarë je i gatshëm të japësh. Mos ki frikë të vendosësh kufi të shëndetshëm, ata janë po aq të rëndësishëm për ty sa për njerëzit që të rrethojnë. Mbrëmja është ideale për qetësi, krijimtari ose aktivitete relaksuese që të rikthejnë energjinë tënde. Luani, sot të shoqëron një energji e fortë vetbesimi dhe dëshira për të dalluar. Mund të marrësh vëmendjen e të tjerëve pa u përpjekur shumë, qoftë në shkollë, në një grup shoqëror apo një projekt në punë. Megjithatë, kujdes që të mos e teprosh. Jo të gjithë mund të jenë në të njëjtin nivel motivimi siç je ti. Dita është shumë e mirë për të prezantuar ide të reja, për të marrë iniciativë dhe për të treguar talentet e tua. Mund të vijë edhe ndonjë kompliment ose një vlerësim që të rritë moralin dhe të bën të ndihesh mirë. Në marrëdhëniet personale, të shkon një energji e ngrohtë dhe karizmatike. Njerëzit gjithmonë afrohen me ty sepse i bën të ndihen mirë. Mbrëmja është e favorshme për të organizuar një darkë të këndshme, një dalje me miqt ose një aktivitet kreativ që të sjellë gëzim dhe relaksim.
Virgjëresha. Dita e sotme të gjen të qetë, por me mendjen e përqendruar. Je në humor praktik dhe vëmendshme ndaj detajeve. Kjo të ndihmon të përfundosh detyra që kërkojnë saktësi ose durim. Mund të gjesh zgjidhje të mençura për diçka që ka qenë e stërzgjatur. Në marrëdhëniet me të tjerët, mund të jesh pak më kritik se zakonisht, por duke e bërë me qëllim të mirë. Përpiqu t'i shprehësh mendimet qetë, që të mos keq kuptohesh. Në aspektin emocional, dita të fton të kujdesesh pak më shumë për veten, të pushosh, të pastrosh hapësirën tënde dhe të vësh rregull, ose të marrësh kohë për një aktivitet që të çlodh. Mbrëmja mund të sjellë një ndjenjë kënaqësie nga gjërat e vogla, dhe kjo të jep qetësi dhe stabilitet. Peshorja. Sot je në kërkim të ekuilibrit dhe harmonisë. Mund të jesh ndërmjet dy zgjedhjeve ose dy mendimeve dhe kjo të krijon një lloj hezitimi. Mos u ngut. Duke e dëgjuar mirë veten, do e gjesh përgjigjen që të përshtatet. Në komunikim, je i sjellshëm dhe diplomatik, gjë që të ndihmon të sqarosh disa situata që kanë mbetur pezull. Në shkollë ose në një projekt grupi, roli yt ndërmjetësues është i vlefshëm, mund të zbusësh tensionet ose të ndihmosh për të gjetur një rrugë të mesme. Në aspektin personal, sot ndihesh i frymëzuar nga diçka estetike. Mund të duash të rregullosh diçka në dhomën tënde, të krijosh diçka artistike ose thjesht të shpenzosh kohë me diçka që të duket e bukur. Mbrëmja të sjell qetësi dhe një ndjenjë harmonie të brendshme që do të pushtoj kudo. Akrepi. Energjia e ditës është e thellë dhe e fokusuar, pikërisht ashtu si ti. Mund të ndihesh sikur diçka po merr formë pas shumë pritjeje ose sikur një e vërtet që e ke ndier, më në fund po bëhet e qartë edhe për ata rreth teje. Intuita jote është gjithmonë e fortë, por sot është dita ideale për të dëgjuar instiktet. Në marrëdhëniet me të tjerët, njerëzit mund të hapen më shumë se zakonisht, pasi e ndjejnë se ti i kupton. Megjithatë, ki kujdes të mos marrësh përsipër emocionet e të tjerëve, mbaj kufijtë e tu të shëndetshëm dhe të qartë. Në aspektin krijues ose profesional, dita është shumë e mirë për detyra komplekse që kërkojnë përqendrim dhe vendosmëri. Mbrëmja mund të sjellë një moment qetësie ose një realizim i një plani ose ëndre të rëndësishme që të jep forcë të brendshme. Shigjetari. Sot je optimist dhe plot energji për të eksploruar ide të reja. Mund të kesh dëshirë të mësosh diçka ndryshe, të provosh një aktivitet të ri ose të planifikosh një udhëtim, qoftë edhe vetëm në mendjen tënde. Në shkollë apo punë, logjika dhe entuziazmi yt të ndihmojnë të kapësh mësimet më shpejt se zakonisht. Në aspektin shoqëror mund të bësh një bisedë interesante që të hap horizontet ose të inspiron për të ardhmen tënde. Ki kujdes vetëm të mos shpërqendrohesh shumë. Energjia jote është e fortë, por nëse nuk e organizon mirë, mund të harrosh të bësh detyra të vogla që janë po ashtu të rëndësishme. Mbrëmja sjell pozitivitet dhe humor të mirë, duke e bërë ditën të përfundojë me një ndjesi lirie dhe optimizmi. Bricjapi. Dita sot të fton të fokusohesh në përgjegjësi dhe qëndrueshmëri. Ke një energji praktike që të ndihmon të mbarosh punë që kërkojnë përkushtim dhe seriozitet. Edhe pse mund të duket ngarkuese, rezultati do të jetë shumë i kënaqshëm. Në marrëdhëniet shoqërore mund të dukesh pak i rezervuar, por kjo vjen sepse ke nevojë të organizosh mendimet e tua. Të tjerët e vlerësojnë qetësinë dhe maturinë që ti sjell. Në aspektin personal, është një ditë e mirë për të bërë planifikime afatgjata, plane që i keni pasur prej kohësh, ose për të marrë vendime të rëndësishme apo ndërtim të qëllimeve të reja, që mund t'i vini vetes. Mbrëmja ju jep mundësinë të qetësoheni dhe shihoni më në fund rezultatin e përpjekjeve tuaja të ditës,
pasi ka qenë një ditë e gjatë dhe e lodhshme për ju. Ujori. Sot të karakterizon kreativiteti dhe mendimi jashtë kornizave. Mund të vijë një ide e papritur që të zgjidhë një problem, ose një njohje e re që të hap një rrugë tepër interesante. Dita është pozitive për komunikim, teknologji, projekte në grup ose aktivitete që kërkojnë origjinalitet, dhe ty origjinaliteti nuk të mungon. Megjithatë, mund të ndihesh pak i shpërndar mendërisht, ndaj përpiqu të mbash një kalendar ose një rend për detyrat e ditës. Në shoqëri je i hapur dhe tërheqës. Njerëzit të pëlqejnë sepse u sjell një energji ndryshe, diçka inovative për të cilën kanë nevojë. Mbrëmja është e mirë për të punuar me ide krijuese, për të shkruar, për të vizatuar apo për të bërë diçka që shpreh ty në realitetin tënd ashtu si ti je në të vërtetë. Peshqit. Sot emocionet dhe imagjinata jote janë shumë të forta. Mund të ndihesh i frymëzuar nga muzika, arti ose njerëzit përreth teje. Intuita të udhëheq dhe të jep ndjenjën e thellë se diçka po shkon drejt përmirësimit. Në shkollë ose në projekte kreative në punë, mund të shkëlqesh duke qenë vetvetja, pasi peshqit janë të butë, të vëmendshëm dhe plot ndjeshmëri. Në marrëdhëniet me miqt, njerëzit ndihen mirë pranë teje, sepse i kupton pa shumë fjalë. Ki vetëm kujdes të mos marrësh mbi vete gjithë problemet e të tjerëve. Ruaje energjinë tënde emocionale për veten, pasi edhe ti ke nevojë për të. Mbrëmja është perfekte për shjetësi, pak art, muzikë ose një reflektim që të bën të rifitosh balancën tënde të brendshme emocionale.